Një grup kriminal prej 14 personash, pjesë të cilët ishin 3 antar të fisit Raja në Nikël, është goditur nga SPAK. Orët e para të mëngjesit të së mërkurës me urdhër të SPAK u arrestuan 7 persona. Në pranga kanë rënë Recep Raja, djalish deputetit e Partisë Socialiste Rahman Raja, si dhe 2 kushërinjtë e tij, Gazmir dhe Përparim Raja. Gjatë aksionit po ashtu janë arrestuar Marvin Bushati, Agim Nina, Sokol Qaja, si dhe Zamir Aliaj, të gjithë të skeduar më parë nga policia për vepra të ndryshme penale. Sipas organit të akuzës, grupi në fjalë dyshohet për veprat penale të trafikut të lëndëve narkotike, si dhe kryerja e veprës penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ndërkohë në kërkim si pjesë e këtij grupi janë Ervis Shuli, Bujar Sefa, Hajdar Sefa dhe Vildan Baroku. Ndërsa në qeli u është komunikuar masa arrestit në burg Islam Sefës, Aldo Gjinit dhe Jani Çavos. Sipas SPAK, grupi në fjalë nga komunikimet në Sky ECC rezulton që vepronte që nga viti 2020 dhe kishte role të ndara, si dhe 9 grupe që trafikonin lëndë narkotike. Grupi më i madh sipas SPAK drejtohej nga i burgosuri Islam Sefa, i arrestuar në korrik të vitit 2024 shumë pranë prokurorisë së posaçme SPAK. Ai u dënua me 18 shtator të këtij viti nga gjykata e posaçme me 11 vite e 4 muaj burg, pasi SPAK zbuloi se kishte trafikuar drejt Gjermanisë rreth 3.3 milion euro drog. Në mungesë u dënua edhe vëllai i tij Bujar Sefa me 10 vite burg. Edhe 2 nga 4 të kërkuarit e tjerë, Hajdar Sefa dhe Vildan Baroku, rezultojnë të kenë qenë bashkëpunëtor të Islam Sefës. I arrestuari tjetër, Aldo Gjini, rezulton i skeduar disa herë nga policia shqiptare ndërsa kërkohet nga Europol për një plagosje të ndodhur në vitin 2020 në Luksemburg. Jani Çavo, të cilit po ashtu ju komunikua masa në burg, po arrestua në qershor të vitit 2023, pasi ishte pjesë e një grupi që kishte trafikuar drog me vlerë 2.7 milion euro nga Siria dhe Turqia në drejtim të vendit tonë dhe Bashkimit Evropian. Çavo dënua me 8 vite e 8 muaj burg. Ndërkohë të arrestuarit Recep Raja, si dhe 2 kushërinjtë të tjerë Përparim Raja dhe Gazmir Raja, janë emra të njohur për policinë e shtetit. Ata u përfshin në një sherr të dhunshëm në korrik të vitit 2023, pasi rrahen 2 kushërinjtë në Borizan pas një konflikti përnjogurore. Recep Raja, përveç dhunimit të Bilbile Jasharmajës, edhe në vitin 2018 u arrestua nga policia për shkak se thunoi të dashurën e tij Gjisiela Maloku.